Korridoret e politikës europiane kanë një pull të kuqe me një X lartë që është çështja e riskut, pra investimi me risk të lartë. Dhe gjithçka vjen prej politikës shqiptare. Unë kam patur një ndërmjetësim për një biznes shumë interesant për të investuar mbi 1 miliard euro në Shqipëri, dhe në moment që i bëra projekte dhe i prezantova me fjalë tregun shqiptar, ato thanë, Shqipëria është me risk lartë për investime të tilla. Dhe pyetja, përgjigjja tyre dikush ishte, më thanë, sepse në politikën shqiptare është të përzier shumë krimi dhe paraja e krimit. Qartë. Zoti Stafa, nga ana tjetër ajo që është më e rëndësishme, është e pranueshme që një ministre që përballet me hetime nga ana e SPAK të vazhdoj të ketë përgjegjësi si për sektorët strategjik siç është edhe energjia, dhe nga ana tjetër mbas këtij vendimi të Bashkimit Evropian që është shumë i rëndësishëm, a do të ketë përgjegjësi politike, dorëheqje apo edhe shkarkime? Përgjegjësia politike në Shqipëri ka marrë fund. Për fatin tonë të keq. Unë shpeshherë ju them miqve të mi, kjo që ndodhi me 11 maj nuk është problemi se humbi Partia Demokratike. Partia Demokratike në çdo lloj niveli kishte të pamundur të fitonte, sepse rezultati ishte i parapërcaktuar sepse kemi një pushtet të njësuar me shtetin, ku krimi është, si të mund të kur ju duhet, është fuqia paravepruese në shërbim të politikës, shtetit dhe të pushtetit. Kjo që ndodhi, në moment që zonjës Balluku, nëse do ishte një politikane apo një shtetare, e dej në shërbim të qytetarit, për skandalin më të vogël, ai do të dilte para qytetarëve, t'ju thonte, të nderuar qytetar, apo para subjektit politik që përfaqëson, unë ju kërkoj ndjes, për sa kohë kjo akuzë do të jetë, pra mbi supet e mia, unë largohem nga politika dhe nga çdo funksion. Kjo është përgjegjësia e shtetarit. Por po ta shohësh sot mekanizmat në shumë debate që kemi pasur në korridorët e Partisë Demokratike, ju kam thënë me fjalë që zonja Balluku nuk do t'japi dorëheqjen. Dhe disa ishin optimistë të cilët parashikonin të kundërtën që zonja Balluku do t'jepte dorëheqjen. Ajo e ka vështirë t'japi dorëheqjen për një arsye. Është përdorur aq shumë, aq dhunshëm nga pushteti dhe nga grupet kriminale, me orientim të qartë dhe me një suport të jashtëzakonshëm të kryeministit Rama, dhe ka të vështirë të tërhiqej, sepse duke u tërhequr, ajo do t'i jepte një akses apo një dorë të lirë drejtësisë. Ka një të vërtetë, ato e dinë më mirë sa ne, e dinë më mirë sa ju që jeni gazetare, dhe sa unë që jam kryetar i komanduar i Partisë Demokratike apo politikan. E dinë më mirë. Pra drejtësia, duam në shërbimet inteligjente, ka në dispozicion prova të pakundërshtueshme. Ajo nuk e jep dorëheqjen sepse e para me fjalë grupet e interesit nuk e lejojnë. Kryeministri është pjesë e kësaj çfarë po ndodh. Unë nuk besoj me fjalë që sot shqiptarët janë nga ato që mund të mendojnë dhe besojnë që pas shpatullat të kryeministrit, dikush ka hëngër moll, dikush ka hëngër fiq, dikush ka hëngër dardha. Por nga ana tjetër nuk është e lehtë të dëgjosh edhe që zonja Balluku ka 300 apartamente dhe miliarda euro. E nderuar gazetare. Shqiptarët, nëse shoqëria shqiptare ka pak sens reagues, do t'ju vit turp nga ato që do të dalin, nga xhevahiret që do dalin. Nëse do ju zbulohet pasuria e këtyre, ne do na vit turp nga kush na ka përfaqësuar. Sepse në kuptimin e mirë të fjalës, do na duket sikur një band e cila ka menaxhuar pushtetin, na ka grabitur, ka bërë humor me dhimbjen tonë, sepse kur në një shoqëri me fjalë sot kemi mbi 700.000 pensionistë, do thotë që shoqëria shqiptare do ketë një kolaps të jashtëzakonshëm nesër për tregun e punës. Sepse është një bisedë shumë e gjatë dhe kërkon një analizë jashtëzakonisht të hollësishme se çfarë do të ndodhë nesërme. Nëse unë sot reagoj ndoshta duke e ngrit pak dhe intonacionin, është sepse unë parashikoj që do të ndodhë nesër, nëse ne nuk reagojmë sot. Kjo është fatkeqësia jonë. 300 apartamente janë pak. Ne do të ndjejmë gjëra që do të na vijë turp, se çfarë kanë bërë këto me pushtetin, duke filluar që nga orgjitë kolektive dhe grabitjet në mënyrë të frikshme, ushtrim dhune, presioni,
për interesat caktuar, për tenderet të caktuara dhe për gjithë shka të caktuara. Parat publike, disë janë menaxhuar, duke kërkuar ndjes. Dhe shkon, pra, unë jam daj, pra kam nipa dhe mbesa. Ke parasysh shkon daja ke nipat, edhe ju bën nga një dhuratë. Edhe për me jarë keq, ati që është më i dobët, i bën një dhuratë pak më të madhe. Kështu i kanë menaxhuar parat publike të shqiptarëve. Ky tender nga 4 milion do të shkojë 8 milion, po këto 8 milion do të ndahen 1 këtu, 2 këtu, 3 këtu. Kjo është, dhe ne që do t'i dëgjojmë nesër, kur do t'i ballafaqojë Spaku, do të skuqemi në qoftë se kemi shoqëri që kemi përgjegjësi për vete, sepse ajo është djersa juaj, djersa ime, djersa e shqiptarëve. Pastaj, mos harro diçka, mjafton të bëjmë një pyetje shumë të thjeshtë. A i dini sa është borxhi publik i Shqipërisë sot? Shumë pak veta i din. E ka kaluar shifrën e 14 milion eurove. Pra ka kaluar shifrën e 14 milion eurove. A e kuptoni se si menaxhohen paratë e shqiptarëve? Unë do kisha dëshirë që kjo bisedë të bëhej në studio, ku ne të ballafaqonim proba dhe fakte shumë të tepër të mëdha se çfarë po ndodh, mënyrë se si është menaxhuar sistemi energjetik, se si po menaxhohen pronët publike, se si janë investuar investimet. Vetëm në Shqipëri ndodh një fjalë, vetëm në Shqipëri ndodh që buxheti i shtetit nuk ka realizohet dot, sepse në qoftë se ti nuk je pjesë e një skenari ku parat publike për një tender të caktuar do të shkojnë në favor të një shoqërie të caktuar dhe do të ndahen me elitën politike, pra duke filluar që nga ministria, kryeministri apo ekipi i cili menaxhon, dhe këto para publike në fund të vitit del një fjalë që buxheti i shtetit nuk i paska investuar dot. A i keni parë rrugët publike të shqiptarëve? A i keni parë shkojnë në për zonën rurale? Këto investojnë, pra këto ndërtojnë shkolla ku ka 4 nxënës dhe harxojnë 2 milion euro, dhe shkolla pas një viti asgjësohet dhe si objekt. Kur aty kemi 4 nxënës, 5 nxënës, sepse shpopullimi i Shqipërisë sot është kthyer jo në trend, është kthyer në një skenar të frikshëm. Unë do të kisha dëshirë dhe shumicisht u sugjeroj edhe si debat. Por çfarë ka ndodhur me shqiptarët? Si ka mundësi të ndodhë ky lloj largim i rinisë shqiptare? Pse ndodhi? Patjetër që ne do kemi mundësinë që këtë bisedë ta bëjmë edhe në studio, zoti Stava. Por një tjetër çështje shumë e rëndësishme, edhe jo më pak e rëndësishme se rasti i zonjës Balluku, është rasti i Ergys Agasit, ku avokati Max Axhia në një dalje ditën e dieshme për mediat nga ambientet e SPAK deklaroi se klienti i tij Ergys Agasi, për të cilën SPAK ka lëshuar dhe urdhër arresti, po përdoret politikisht. A mendoni se nxjerrja publike e këtij rasti shërben për të goditur kundërshtarët politik dhe jo për një drejtësi të pastër? Atëherë, kjo kur është krijuar SPAK-u, unë i përkas atij grupi qytetarësh dhe politikanësh. Mënyra si është votuar SPAK-u, unë kam qenë totalisht kundër, sepse një deputet e kanë marrë me pranga, i kanë urdhëruar deputetët shqiptar për të votuar SPAK-un, për të krijuar SPAK-un. Por çdo organ drejtësie unë më shtes maksimalisht dhe pa më të voglin rezervë. Dhe kur cënon interesat, pra aq kosa interesat e subjektit tim politik nuk i ka qartësuar ligji. Pra unë njoh ligjin, siç adhuroj Zotin, njoh ligjin si gjë të shenjtë. Ajo është por çfarë po ndodh sot, sepse ka diçka. Dalja e Agasit, ekspozimi i gjithë faktorëve, elementëve e tjerë, është edhe për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit publik, pra pushteti bashkë me një grup mediash, të cilët janë kthyer në zëdhënëse të pushtetit, sot po krijojnë çorientimin e opinionit publik nga e vërteta. Zoti Agasi është pjesë e përgjegjësisë. I takon organeve të drejtësisë ta hetojnë deri në detaje gjithçka. Po, por të mos harrojmë, zoti Stafa, se Ergys Agasi është një person pa funksion shtetëror dhe ndërkaq i angazhuar në biznes, por nga ana tjetër shfaqet me një hetim me një peshë shumë të madhe politike. Atëherë, në politikën shqiptare, duam ne, jo pak herë individ të cilët nuk janë të lidhur drejt për drejt me politikën apo të ekspozuar nëpërmjet karrikës së pushtetit, kontrollojnë, menaxhojnë apo kanë frenat e pushtetit. Ka individ të tillë dhe zoti Agasi është një nga këto individ. Sepse gjithçka po ndodh. Unë kam këtu një fjalë, daljen treg e këtyre informacioneve, unë e shoh një fjalë edhe një kurth për të manipuluar opinionin, sepse
ka shumë gjëra më të rëndësishme dosja e Belindës dhe dosja e Ramës se sa dosja e Gasit. Pavarësisht të tre këto element,